Ish-banori i shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Joz Marku, ka shënuar 30 vjetorin e linjës me një festë organizuar në rreth të ngushtë, duke mbledhur pranë tij miq dhe persona të afërt. Atmosfera e mbrëmjes është karakterizuar nga muzikë, energji dhe spektakle fishek zjarresh, ndërsa momente nga festa janë ndarë në rrjetet sociale nga të pranishmit, të cilët u ndanë edhe në rrjetet sociale. Mes tyre ka qenë dhe partnerja e tij, Joana Toshi, e cila publikoi disa foto krajose në Instagram duke shoqëruar postimin me një mesazh të ndjerë. Disa njerëz thjesht e bëjnë jetën më të bukur, janë vërtet mirënjohëse për ty, të uroj gjithë lumturinë që meriton Joz Marku, shkroi ajo në dedikimin e saj. Festimi ka tërhequr vëmendjen e ndjekësve, duke reflektuar një moment të rëndësishëm personal për Joz Markun, i cili e ndau këtë ditë të veçantë me njerëzit më të afërt. Kujtojmë se teksa ishte pjesë e shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Joz Marku krijoi romancë me Loredana Bratin, mirë po përfundoi e gjitha brenda reality show. Pas spektaklit, secili prej tyre u fokusuar në angazhimet personale, Loredana si influencere në rrjetet sociale, për pak kohë dhe në televizion, ndërsa Jozi është fokusuar në karrierën e tij muzikore, ku duket se punët po i ecin më smiri. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.